Ligjërisht po thua ti, edhe ekzekutivi ka drejt marrja të vendim që do marrë. Majoranca, jo majoranca. Ekzekutivi, jo, majoranca, po, shumë e saktë. Nëse ndodh kjo, nëse ndodh kjo, si e parashikon faktin që opozita mund të organizojë protesta sot? Zoti Berisha tha të premten kemi një takim të madh me gjithë faktorët opozitar, protesta të mëdha deri në dorëzimin e Ballukut. Tani para se të arrestoj Erion Velia, i të gjithë thanë që Erion Velia nuk preket, është një gjë e jashtëzakonshme, po u prek ai Rama, iku Rama, mbaroi Rama, kështu thanë. A parashikon që do ketë rritje tensione sociale nëse Rama nuk e dorëzon merr një vendim politik për të mos e dorëzuar? Nuk do ketë, sepse nuk kemi të bëjmë me një krizë institucionale. Kemi të bëjmë një krizë deri diku morale, dhe që është ndarë shoqëria. Është një pjesë që mendon që ka të drejtë, një pjesë që mendon që nuk ka të drejtë. Avokat, pra nuk është e unifikuar gjithë shoqëria në këtë gjë. Jo, nuk merrem me jo. Po kisha një pyetje për ty se do të mbojë edhe ty dhe e njëjta do të premtova. Bravo. E njëjta pyetje që i bëra Arbrit. E kam avokatin Palek. Ti the do zoti Rama nuk e dorëzon sepse do vinë amerikanët apo spak do shkojë dhe më tej. Si e shikon rolin e opozitës? Kjo është pyetja. Opozita nuk mund ta kapitalizojë këtë opozita në kushtet që është, nuk është fare në ekuacion. Zero. Nuk është fare. Këtë çdo gjë e ka nisur spaku, në kuptimin e mifit fjalës drejtësia e re, dhe normalisht me mbështetjen amerikane, sepse përshje për opozitën këtu nuk ndodh asnjë një gjë për gjë. Sa për lajm, po të them, edhe sot për shembull ka ndodhur ndryshime në spak që për mua tingëllojnë goxha domethënëse. Sot për shembull, Klodian Brau ka vendosur që si shef i shërbimit me jashtë, pra për gjithë logjistikën me jashtë të spakut do jetë Altin Dumani. Pra ai do e merret me gjithë politikën e jashtme të spakut. Dhe jo pa qëllim ka vendosur Altin Dumani këtu. Duhet ta kuptoni historinë. Si shefe për korrupsionin, në kuptimin e mifit fjalës për krimin për korrupsionin, është vendosur Dorina Beko. Dorina Beko është një nga le të themi prokurorët më të mira që ka spaku aty. Kurse si shef i krimit të organizuar, për krimin e organizuar, është vendosur Vladimir Mara. Këto të tre lëvizje që ka bërë sot Klodian Brau, për mendimin tim, janë shumë domethënëse. Për mua që i njoh, parajmërojnë një lloj tërmeti, po nuk e di ato tundet kollaj Arbër Hitaj apo jo. S'është Jakobinaj, po. Pra. Marsit e fundit, Marsit e fundit, e njëjta pyetje. Pse nuk i kapitalizon dot opozita gjitha këto goditje që po ndodhin? Qoftë edhe në rastin se po diskutojmë atë faktin që Rama mund të mos e lëshoj Ballukun, ndërkohë Berisha ka thirrur gjithë faktorët opozitar, parajmëron protesta, revolta etj. Shiko, Berisha ka një problem sepse sa herë parajmëron protesta, thotë do kemi të bëjmë me protestat më të fuqishme dhe dalin që janë protestat më paqësorë. Po. Ka parajmëruar revolucion mosbindje civile asi si ka dalë. Tani e dëgjova edhe në deklaratën që tha sot në orën 12 diçka e tillë, ku thoshte që rasti i Maduros do i shërbej popullit si model frymëzimi që në vende ku ka suport amerikan për demokracitë përkatëse do të dalë populli vetë se e kemi suportin amerikan. Ajo që unë mendoj Redi është që Berisha nuk ka gjetur as ndërtimin e një formule 3 politike, as ndërtimin e një ekipi 3. Kjo është arsyeja pse nuk krijon frymë politike. Por rrotullohet tek ajo përkatësi votash, e cila i vjen në të kurje, dhe narrativat e tij janë gjithmonë në zbesë, janë po të njëjtat. Edhe problemi që ka bërë Berisha, që është edhe më i madh, është që sikur ka lënë me amanet ose me akt testamentar, që kushdo që vjen atë kërkon të marrë atë partinë, qoftë si kundërshtar i Berishës, vazhdon narrativat e Berishës ose simbolikën e Berishës. Për shembull, problemi i Zem edhe i Bashës, edhe i Saliani sot është që dalin të dy ose me këto gishtat në shenjën Viktori, ky është simboli i Berishës, fitores demokratike, e para e dyta i drejtojnë sistemit narkoregjim. I drejtojnë sistemit si sistemi kapur i korruptuar që Amerika do të bëjë etj. Mirë, për çfarë njerëzit nuk vuajnë për Sali Berishën e transformuar genetikisht në një djalë 40-35 vjeç apo në një burr 50 vjeç. Nuk është kjo modeli i ri. Modeli i ri është të ketë një frymë të re politike në kuptimin e asaj që kemi thënë gjithmonë dhe unë qëndroj parimi dhe ajo do ndodhi. Në momentin që nuk ka lëvizje elitash politike, nuk ka frymë të re politike. E njëjti shkak Redi, nuk mund të prodhoj pasojë të ndryshme. Nuk mund ndodhi që të biesh e mos lagesh. Nuk mund ndodhi që mos ketë ajër dhe të marrësh frymë. Nuk mund ndodhi që të jesh afër zjarrit mos digjesh. Po ndodhi i bie që është Mesia ose Jezu Krishti, s'është njëri, çfarë themën.